Po, edhe kjo historinë në vete. Ke bashkëpunu me disa njerëz, po kryesisht keni qenë një rreth që keni bashkëpunu shumë mirë në realizimin e këtyre këngëve. Me tekste, me muzikë, me... Natyrisht një këngë është një bashkëpunim ndërmjet disa artistëve në fusha të ndryshme, është kompozitor, është orkestruesi që i kam bërë unë të dyja, është poeti, është dhe këngëtari. Poetët e mi, me cilët unë i them të mi, sepse kam bashkëpunuar shumë me ato poet, edhe kanë qenë një pjesë dhe kanë qenë një frymëzim shumë i madh për mua, sepse unë hyj tek kompozitorët të cilët e marrin tekstin përpara, frymëzohen nga teksti dhe futen në një emocion të caktuar. Dhe këto dy poet janë dy figura shumë të mëdha, si për Shqipërinë ashtu për Kosovën, është poeti i nderuar Argim Doçi, që Eduardo Kasim, autori i Marshit Kurçekës, i Avritit pa paqësia, e mjaft këngëve të tjera, dhe autori që nuk jeton më mes nesh, autori i madh Gjok Beci. Gjok Beci, një poet i madh, shumë i madh. Janë dy bashkëpunëtorët e mi në të pandar nga gjithë puna ime në të gjithë zhanret e muzikës, po sidomos në këto këngë, ato më kanë frymëzuar shumë. Absolutisht. Gjërat jashtëzakonshme na bëre himnin e UÇK-s. Na bënë himnin e UÇK-s Morbur që sot i madh e i vogël, edhe ata që janë lind në 10 vjeçin e fundit, zgjohen edhe ngrihen në këmbë për këtë gjë. Edhe kjo është e jashtëzakonshme. Unë them gjithmonë kështu. Ato ditë kanë qenë ditë të jashtëzakonshme, të vështira, me një dhimbje ku ne shikonim se çfarë ndodhte në Kosovë. I madh e i vogël qante në shpirtin e tij. E përjetonte një lloj ashtu siç ndodhte këtu, dhe unë e kam përjetuar shumë. Ndoshta fati im ishte që unë arrita atë ndjesi ta kthej në muzikë. Ta përjetësojmë një ngjarje të tillë, por ashtu siç e kam përjetuar, ne kam përjetuar gjithë shqiptarët. Dhe luftëtarët e lirisë me këngët tuaja absolutisht në shumë momente kanë rënë në altarin e lirisë. Ma kanë thënë për plot, i kam takuar edhe për plot, që janë bërë thjesht himne a ditirambe që kanë rrit motivin edhe shumë të madh të luftëtarëve të lirisë. Ato luftëtarë, për mendimin tim, janë pjesa më e nderuar e shoqërisë mbar shqiptare. Dhe në radhë parë, ato që kanë vënë jetën për lirinë e Kosovës dhe gjithë UÇK-ja që ka luftuar dhe është nderi i gjithë Kosovës dhe gjithë shqiptarisë. Absolutisht. Dhe mbetet UÇK-ja. Mbetet një forcë ideale që luftoi për mbrojtjen e lirisë, që luftoi me vetmohim dhe bëri një luftë të ndershme dhe të drejtë, pavarësisht se si mundohen ta etiketojnë shumë të ndryshëm nga ne, por unë mendoj, dhe të paktën në ndërgjegjen time, UÇK-ja është e pavdekshme, edhe është heroike. Unë mendoj që është ndër krijesat më sublime, e quajta krijesë më sublime në historinë e kombit shqiptar. UÇK-ja është lavdia e Kosovës, lavdia e gjithë shqiptarisë. Faleminderit shumë për krejt çfarë ke bërë dhe që po vazhdon të bësh. Më ka bërë përshtypje. Keni krijuar, me i lexu këngëtar, janë pothuajse të gjithë bigët, të gjithë këngëtarët e mëdhej të skenës shqiptare, për të cilët ke kriju, mu i me thanë, nga Hysen Koçia, Sabri Fizullahu, e deri te, me thonë të Bleuna, tash Bleuna, akoma gjenerata më të reja. Do të përmendim dhe një kolegun tuaj dhe kolegun tim, Ilir Shaqirin, këtu në Kosovë. Për Ilirin keni bën një kanonat të tërë këngësh edhe bashkë me të. Dhe e vlerësoj shumë për kontributin e madh, për tremërinë dhe guximin që ka treguar në interpretimin e këngëve patriotike. Për Shkurt e Fezët kam punuar, edhe me Shkurtën kam punuar shumë, me zonjën që... Miria veç e filloi programin me këngën tënde, Eja. Zonjën e respektuar dhe një këngëtare si Miria që ka qenë shumë e dashur dhe mbetet shumë e dashur në Shqipëri, se në Kosovë nuk diskutohet. Është Leonora Jakupi nga Kosova, është Sabri Fizullahi me cilin kam bërë shumë këngë dhe do ta përshëndesja me këngën Ma ke prish gjumin e natës. Me Ledina Celën. Ka këngët më të bukura shqiptare. Janë shumë këngëtarë të Kosovës që unë i kam
si vëllezërit e mi kam bashkëpunëtor dhe jam i lumtur që kam bashkëpunuar. Po i gjeta këngëtarë këtu emrat, se si mban do të në mend, po janë shumë. Irini Qiriaku, Arif Vladi, Liri Rasha, Qerim Sula, Dava Gjergji, Fatmira Breqani, Gzim Nika, Dionis Delia, Eli Fara, Artiola Toska, Vera Laçi, grupi Ali Pashte Pelena. Ke filluar popullore. Kokën sta molle more, trupin e Janina, të ngrihna Ali Pasha more. Pasha të... Shkëllëzenjet ishin. Shkëllëzenjet ishin. Do të përshëndesë Shkëllëzenjet. Absolutisht. Një këngëtar tjetër shumë i madh i muzikës popullore, Nikol Nikpreli, Selami Kolonja, Flaka Krelani, Violet Kukaj, Besjana Mehmeti, Miranda Hashani, që e kemi pashtu musafirën në të njëjtin emision. Enkeleda Arifi. Do të veçoja një këngë nëse do m'japësh leje. Absolutisht. Në një flamur të pandarë, është një ndër këngët. E kisha si pyetje se që janë këngë histori me vete. Absolutisht për ta duar frukit gjithmonë. Dua ta. Aniza Shahimi, Kursi Tola. E kemi kaptin të veçantë. Do fillojmë në muzikën e lehtë. Edhe këto e kemi kaptin të veçantë në bisedën tonë. Dhe vjen pastaj Struga, vjen Kosova, vjen Çamëria dhe Shqipëria sikur e përmbush mozaikun gjithë shqiptar në synimin tënd që këtë ta bësh gjithsesi në atë krimtarin ku je më i shkëlqyerit. Faleminderit shumë. Nëse mbejon tem diçka për të këngë, që kanë kaluar rreth ka qenë në 100 vitorin e pavarësisë, që u bën edhe si hym. Edhe në atë kohë u bë një video shumë e bukur u bë këtu në Kosovë. E pa bukur. Shumë e bukur u bë. Në parlamentin shqiptar. Dhe kur e shikoj videon, ishte një moment që ishte një hartë e Shqipërisë madhe në video. Edhe unë ndërhyra, thash, të lutem, hiqeni sepse mund të shkaktoj probleme në këto ambasadat e huaja, dhe do shkaktonte. Jo, pa mbajmë, i thash, po pse duhet harta? Vetë këngëtarët janë harta e Shqipërisë. Fiks. Është Nikola, Malizi, është Iliri Kosova, është Selami Kolonja, Maqedonia, është Enkeleda Arifi, Çamëria, është dhe Kasioti Shqipëria. Kjo flet më shumë zë. Absolutisht. Flasin motivet e këngës që vinin nga çdo dhe ashtu u bë dhe ajo këngë jetoi dhe jeton. Do jetë një nga këngët e mia më të bukura. Absolutisht. Edhe s'ka më bukur më mondi kur njerëzit si puna juaj vërtet krijojnë aq shumë, po dhe gjëra të veçanta që bëhen vull, ashtu si që ju anunqova, bëhen gravur që na identifikojnë, mbesin krenari e prezentimit, e identifikimit ton edhe për gjithë botën dhe ndoshta nuk do ta bëj të tepërt të them edhe një herë gjithmonë shumë faleminderit për këtë krijimtari që